Por te i dhunës e presionit, shkodranët kanë zgjedhur të mos përkulen, por të mbrojnë parimet e vlerat, duke mbështetur Partinë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Dëshmi e frymës së fitores ishte edhe takimi në rajonin numër 3, ku kandidati demokrat Bart Spahia u prit nga banorë të shumë të kësaj zone. Me 11 maj do të jetë një fillim i ri për Shkodrën e Shqipërinë, fillim i shpresës, tha në fjalën e tij kandidati Spahia, duke i ftuar qytetarët masivisht të votojnë numri 1, edhe ata socialistë të zhgënjur nga keqçeverisja 12 vjeçare e Edi Ramës. Kjo dëshirë dhe ky entuziazëm për të ndryshuar këtë realitet tregon se akoma ka shpresë, se qytetarët përtej çdo dhune, presioni, kanë zgjedhur të mos përkulen, por të qëndrojnë me dinjitet parimeve dhe vlerave që askush më mirë se Shkodra nuk i përfaqëson. Le të vazhdojmë të shohim përpara me optimizëm, me bindjen e plotë se me 11 maj do të jetë një start i ri, një fillim i ri për Shkodrën dhe për mbarë Shqipërinë. Fillimi i shpresës. Le të bahemi fryma e vërtetë e ndryshimit që kërkon gjithë Shqipëria. Le të bahemi promotor të kësaj fitore të jashtëzakonshme që na pret me 11 maj. Të thrasim të na bashkohen çdo qytetar i lirë i këtij vendi, t'i kthejmë dignitetin edhe atyre socialistëve që po ashtu si ne vujnë, sepse vetëm një grusht i vogël njerëzish rreth pushtetit sot mund të njihen mirë. Por pjesa më e madhe dhe socialistëve vujnë po një lloj si ne, varfrinë, pasigurinë, mungesën e shëndetësisë, të arsimit etj. Le t'i kërkojmë edhe atyre që çdo qytetar i të ndershëm të na bashkohet në rrugtimin ton drejt fitores së sigurt të 11 majit. 4 ditët e mbetura deri në zgjedhjet e së dielës së 11 majit duhet të na shërbejnë për të punuar edhe më shumë me çdo qytetar që t'i drejtojnë kutive të votimit duke mbështetur programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Mallështore, ishte ftesa që u bëri kandidati Bart Spahia të pranishmëve.